As alarmi zëshëm nuk po i zgjon për ta nisur punën. Madje dhe zilet e këtyre orëve që u vendosën para parlamentit punuan më gjatë se deputetët që u mblodhën të martën për ta shënuar dështimin e 22 për ta konstituar kuvendin. Punën e sotit sërish e lanë për pasnesër, anise që të mos e bëjnë këtë, thirrjen e patën jashtë sallës në 120 karriget e mbushura me plot mesazhe për ligjvënësit që të dalin nga bllokada. Nuk është më çështje teknike as procedurale, është një krizë mirëfillt e përfaqësimit demokratik dhe mungesës së kulturës që shpihen drejt marrëveshjeve politike. Me këtë performancë, shoqëria civile u kërkon deputetëve që të mos merren me tekat e tyre, e vetë këta zotohen se punën që e nisën s'do e lënë me kaq. Me aksionin e sotëm dhe reagimet tona kemi qenë të qetë. Mirë po, në ditët në vijim do të kemi edhe aktivitete tjera, të cilat do të jenë edhe më të zëshme, derisa të kemi një kuvend të plotë dhe kuvend funksional. Mesazhet i pa, por një nga të zgjedhurit faj nuk ndjeu. Nuk kemi ne bllokuesit, përkundrazi. Krejt ndryshe nga rregja i mendojnë qytetarët që e bëjnë përgjegjës këtë e krejt tjerët. Që propozu që krejt populli më ardhë dhe këtu mi mshilta. Sinqerisht që është bëll. Kjo është me të vërtet me bo hajgore me dignitetin tënë. Madje edhe u ajapin epitetin e interesgjinjeve. Që tash që të majnë bledhe që ma pastaj ullin që kanë ta kafisha tu. Flasin për biznese, për dallavere, për tendera. Mos më jamon rroga këta zvinë heq. Ta një veç për interes, jo për shtet. Pas aktivitetit me vendosjen e karikeve e mesazheve, aktivistëve ju pamundësua monitorimi i seancës, ku rëndom marrin pjesë, siç u tha, me arsyetimin e nevojës për një kërkesë të re me shkrim, çka nga të refuzuarit u interpretua si vendim i kryesuesit Avnit Dehari. E nga kuvendi ju përgjigjen klanit se përfaqësuesit e shoqërisë civile mund ta përcjellin seancën, por kërkesën duhet ta parashtrojnë së paku 3 ditë pune para seancës.